Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se 3 gjëra i sjellin lumturi besimtarit. Ka thonë gruaja e ndershme i sjell lumturi besimtarit. Mjeti komod i udhëtimit i sjell lumturi besimtarit dhe shtëpia e madhe i sjell lumturi besimtarit. Duke qenë e këtillë, atëherë ajo që duhet vepruar me gruan është respekti dhe nderimi, jo dhuna dhe maltretimi. Si shënojnë Buhariu dhe Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ju porosis për mirësjellje me gratë, andaj pranoje porosinë time." Dhe jo vetëm kaq, tregues të nivelit fetar e qytetar të besimtarit e ka bërë pikërisht raportin me gruan e pejgamberit alayhis salam për këtë ka thonë: "Më i miri prej jush është ai që sillet me familjen e tij më së miri, e unë jam ai që sillet më së miri pra me familjen time", ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith nuk na ofron neve një mësim teorik, por edhe praktik. Ai na mëson se pejgamberi alayhis salam ka qenë shembull për sa i përket respektimit gruas. Ka qenë njeriu që më së shumti e ka respektuar gruan.